Mirë dita të dashërmisht, mirë se erdhët të kuzhina FA. Kësaj radhe do të bëjmë petulla, po do të bëjmë petulla me brumin e bukës, domethënë që bëjmë bukë. Nuk do të shtojmë as vezë, as qumsht, as sot bukë, as kur do të bëjmë këtë thjesht. Domethënë mjafton vetëm miell, ujë, far buke, krip edhe pak sheqer. Pra këtu kemi dikun 300 gram miell, 160 ml ujë, kemi 3 gram far buke, kemi 6 gram krip edhe dikun 15 gram sheqer. Pra i përzina të gjitha bashk. Filloj me ujin. Uji nuk ka nevojë më hanin nxehtë, uji qeshmës i ambientit. Në qesmi ujin, farën e bukës edhe sheqerin edhe lënë për një 5 minuta derisa fillon mu fermentuar. Pra këtu 5 minuta kanë kaluar, është tret fara bukës edhe sheqeri. Ja shtoj miellin, të 300 gram miell, edhe kripën e qesmi të miellit. Se mundet me na dëmtu farën e bukës, nëse është direkt me në kontakt me fat bukës, edhe nxeshin për një 5 minuta. Pra këtë ku nxesh për dikon 5 minuta, kjo është brumi. Unë e kun qikë se edhe pak sheqer si më të desh me bon veç petla, për ata që dojnë me bon bukë, unë me shni bukë pak ma shumë, në brum pak ma shumë, edhe e dajnë peqet i brumit bukës për me bon petulla, edhe pse s'ka sheqer nuk prish punë për gjëmë. Unë e masim të bon vetëm petla e shtove pak sheqer. Në më thonë këta e marrë me qesëm nëjnë, edhe mbulojmë e dajnë për një 45 deri 1 orë, 45 minuta deri 1 orë. Deri sa të gjenë brumi. Këtu tash 1 orë kanë kaluar, brumi pothuajse është dyfishuar, qesim pak miell këtu. Edhe këtu kam brum pra afërsisht dikon 500 gram. Do t'i dajnë pjesë ka 50 gram, do të bëjnë dikon një 10 petulla. Qesëm pak miell këtu, pra mos me na nxit. Edhe e mbledhim kështu, bëjmë kulazh veçët, edhe këtu i lajmë për me najt për 20 minuta, nuk ka nevojë më shumë.
Do jam del me qoshet kështu. Edhe i bajmë një formë të rrumbullakt. Pra vazhdojmë të qeta një. Ja, pra këtë i këmë bëha në qeta, kanë largë në sopa. E marrë me veç pak mile, si esë më sipër, që mos më në gjitë kur ti mlojna. Shumë pak shtu. Edhe i mloj me një qesë në ailoni, se me mlu vetëm me rrugë ka mundësi që bëhen kore, shtu që me mloj me një qesë në ailoni, edhe unë me herë edhe një rrugë për sipër, për mos më bëhen kore. Edhe i lajmë kështu për 15 minuta, 20 mas shumëti. Mas 15 minutave qesmi një tigan në zjarë me pak vaj edhe i skuqim në vaj. Këtu kanë kalu 20 minuta. Pra këmë qitë tiganin me vaj për mundze. Kur të mërin temperaturën tiko 160 gradë, e kam një termostat të e mati. Kur të mërin temperaturën 160 gradë, atër i qes petat një pjek. Edhe qajnë e këna qitë këtu me bluë, se mas mirë të shkojnë me qaj, me djath. Mbaj, atë kam rrinë temperaturën 155 gradë, 160 pra, përsisht ta që javë në formën, të në në qesmi. Pro, më fëtonë vetëm me qelë kështu pak. Vetëm me shtypni me, jo me thaj, po me këtë pjesën e gishtëve. Edhe më në jam ek, mimën që e ka. Vetëm kështu. Edhe që të morë këtë tjera t'i mbuloni me pjesë, për mos me vënë kore. Ata është dojë qesë. Të më hanë tash temperaturë ja kom nalë pak. Edhe zjarin, që mos me shku shumë. Më hanë që të mundet në temperatura për pësisht 160 gradë, jo më tepër. Edhe i lajmë për 40 sekonda, 1 minut mas shumë të një në kthejmë dhe anën tjetër. Edhe për një 30 sekonda, jashtë. Ndërkohë i përgatitim edhe 2 tjera. Këto e rrotullojmë. Tash mjafton edhe një 30 sekonda, nuk ka nevojë më shumë se veç që në pjekë gati. Edhe i qesëm kështu me një enë, me një kështu pallomë, servietat shumë. Edhe i lajmë vetëm pak me pyjnë. Ja, tash jam gati. Muna me kollu pak, edhe qesmi këtu një.
është një gjë mirë se nuk marrin shumë vaj sikur që marrin kur ka vezë, qumësht e këto gjëra tjera. Ma vazhdojmë i qitë edhe tjerat. Edhe qaj ka njës me vloj. Dhe këtë vazhdojmë kështu, derisa t'i pjekën gjitha. Ja, për të dashur miq, kjo është e gjitha. Pak djath, pak reçel, të kumllave, çaj, ku po do ma mirë për mëngjes. Pra, kjo ishte e gjitha. Ju faleminderit për shiqime. Ja vlen t'i bëni se janë shumë të mira, shumë të buta. Sidomos të mia, unë kam një vajzë dhe një djalë atë që mezis po presin me u quën tavolinë me hangër. Dhe fëmijëve ju pëlqejnë shumë. Mirë bafshim.